Një aksident tragjik u regjistrua këtë mëngjes në fshatin Mengël të Elbasanit, ku në rrugën Elbasan Librazh një fëmijë 7 vjeç u përplas për vdekje nga një automjet që drejtohej nga regjisori dhe producenti Petri Bozo. Report televizion mëson se i mituri ishte rrugës për në shkollë kur i iku nënës nga duart dhe u përplas nga makina. Shkolla ndodhet ngjitur me aksin nacional. Nisin aplikimet për të përfituar nga skema kombëtare bujqësisë 2026 që parashikon 12 masa direkte dhe investimesh. Fondi prej 5.2 miliard lekësh parashikon mbështetje për gjedhët, baktitë e imta, bletarin, fermat organike, për sipërfaqet e mbjella dhe ripopullimin e peshkimit në ujërat e brendshëm. Po ashtu ofrohen financime për fermerët e rinj, ndërtim dhe rekonstruksion stanësh dhe pajisje dhe makineri bujqësore. Aplikimi kryhet përmes platformës e-Albania. Kryeministri Edi Rama përmes një mesazhi në rrjetet sociale lidhur me procesin e integrimit evropian të Shqipërisë ka cilësuar si një mister të gëzueshëm përkimin e avancimit të negociatave me 180 vjetorin e lindjes së Naim Frashërit. Rama shkruan se 130 vjetori ndarjes së tij nga jeta do të kurorëzohet nga Shqipëria 2030. Naim Frashëri lindi më 25 maj 1845, ndërsa në 26 maj, nesër, Shqipëria mban konferencën e 8 ndërqeveritare që i hap rrugë mbylljes të kapitujve. Ministri grek i mbrojtjes Nikos Dendias mbërrin sot në Shqipëri për një vizitë zyrtare. Në agend pas një ndalese në Ministrinë e Mbrojtjes parashikohet një takim me kryeministrin Edi Rama. Kjo vizitë pritet të sjellë në vëmendje çështjet dypalçe ende të pasgjidhura siç është çështja e detit e mbetur pezull prej gati 6 vitesh. Sipas mediave greke, Dendias do të takohet edhe me kryepeshkopin Ioan. Procesi i të shtunës për rikonfirmimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike u zbatua mbi një formulë hibride që vë në pikpyetje vlerën ligjore të gjithë procedurës. Pas një referencë në statut, PD e shiti si referendum procesin, ndërkohë që në fletën e votimit ishte e përdorur termi vot besim. Të dyja këto procese statusi i parashikon ndryshe dhe s'ka asnjë lidhje me atë që ndodhi të shtunën.